në emër të një subjekti politik apo Bashkitë si dera kryesore ku qytetarët trokasin për çdo problematikë kanë njohur rritje të transparencës për vitin 2025. Gjetjet e raportit të përvitshëm të monitorimit nga faktoje në 10 bashki tregojnë se ato që kanë plotësuar 16 indikatorë të matës të transparencës janë Lezhë, ndjekur nga Shkodra dhe Durrësi, por ende sfidë mbeten premtimet elektorale. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, u ndal veçanërisht tek marrëdhënia e besimit që kanë qytetarët me pushtetin vendor. Është shumë e rëndësishme që bashkitë që drejtojnë në mënyrë të shëndetshme në territor nuk mund ta bëjnë atë pa pasur një marrëdhënie besimi me qytetarët. Kur ne flasim për premtimet, unë do ndoja t'i ndaja në dy kategori, të cilat janë premtime që patjetër lidhen direkte me kompetencat dhe me mundësitë që ka bashkia vet, sepse është shumë e rëndësishme. Por kur kryetarët e bashkive janë fushat, patjetër që bëjnë disa premtime duke ju referuar dhe kapacitetit që ata mendojnë që kanë për sa i përket aftësisë lobuse që ata do bëjnë detyrë. Për kryebashkiakun e Lezhës Pierin Dreu, si bashkia e cila ka treguar një koherencë transparence me 100% për 4 vite, sa i takon realizimit të premtimeve elektorale, është e domosdoshme që projektet të jenë cilësore për të përfituar fonde nga qeveria. Një gjetje për mendimin tim e jashtëzakonshme, sepse është një tip presioni pozitiv që le të themi që ne na mban në fokus dhe na detyron të korrektojmë shumë gjëra kur ato nuk shkojnë mirë. Në premtime ne mundohemi të fokusohemi në ato prioritete që i kanë, domethënë zonat e ndryshme, sepse edhe brenda një bashkie, për shembull, është mënyra e të sjellurit, mënyra e premtimit është ndryshe nga një njësi, unë kam 9 njësi administrative, s'mund të jetë e njëjtë, pra. Edhe forma komunike. Dhe ne nganjëherë bëjmë edhe në rolin e lobusit, pra nuk e kemi ne në dorë, por detyrohemi ta marrim përsipër sepse ne na shikojnë si njerëzit që mund ta bëjmë edhe në lobing me qeverinë. Bashkitë nuk mund të marrin fonde nëse qeverisë nuk i tregon projektin dhe cilësinë e projektit. Nëse se ke, nuk e merr ti, e merr bashkia tjetër. Nga të dhënat zbulohet se ka nga ato bashki që nuk i kanë mbajtur 40 premtimet e monitoruara për 2 apo edhe më shumë mandate. Ndërkohë, për fondin social, pothuajse të gjitha bashkitë e kanë realizuar një plan vjetor sipas kuadrit ligjor.